dhe e ka marrë këtë telefonat një mik, një imi që 20 ca vjetë. Fabrika nuk është mbi 50 punëtor, është afër 200 punëtor. Po i referohem kështu, kush është mbi 50? Edhe atë që ta bizneset e mëdha, nuk janë vetëm bizneset e mëdha që futen në liberalizim tregut. Se ka shumë kompani të cilat janë të vogla, mirë, po për shkak të numrit të punëtorëve 50 apo qarkullimi 10 milion, po qarkullimi 10 milion nuk është biznes i madh, as 50 punëtor. Kushtimisht po quajmë të tilla se ashtu zërreja i ka cilësuar. Mos krijota e bindja që oligarkat po protestojnë apo diçka. Janë biznese të vogla të cilat janë themeluar me shumë mund, me shumë sakrificë, nga këto kanë filluar nga biznese familjare dhe me shumë punë të madhe kanë arritur në këtë sukses të cilën e kanë dhe sot janë para një sfide për mbijetesë. Pra, ky biznes nuk është vetëm një biznes, ky ka ndodhur dje në një qytet, nuk po them qyteti i madh, është qyteti i vogël, nuk po do ta përmend sepse atëherë i përket kompanisë të dalë të bëjë këtë publike, janë mbyllur 3 fabrika në qytet të Kosovës. Dhe janë diku 250 punëtorë të cilët janë detyruar të shkojnë në shtëpi sepse kur mbyllet fabrika, atëherë personi i parë që bezon është punëtori. Pra, dhe ky është vetëm fillimi. Këto deklarime dhe këto paralajmërime i janë bërë të ditura në çdo takim që ka pasur qeveria me bizneset për të diskutuar këto shqetësime të bizneseve. Ka pasur deklarime të drejtë për drejta që nëse liberalizimi i tregut fillon me këto çmime të cilat po paraqiten në treg, ne ditën e parë do ta mbyllim sepse nuk mund të mbijetojmë. Pse kanë bërë kalkulimet, kanë marrë ofertat, shohin që e kanë të papërballueshme. Ka pasur oferta të cilat janë bërë të bizneset kryesisht nga Kesko, sepse kompanitë të tjera të licencuara për furnizimin e energjisë elektrike nuk kanë pasur kapacitete për të bërë oferta, sepse nuk kanë edhe kapacitete të brendshme. Do të thotë janë kompanitë të cilat e kanë marrë licencën nga ZRE-ja në letër, mirë për shkak se nuk ka pasur aktivitet të kësaj fushe, nuk kanë edhe kapacitete për të bërë këto oferta. Tregu i energjisë nuk është edhe shumë i thjeshtë, është goxha kompleks. Dhe nuk është se mund të bëhet një ofertë sikur bëhen për produktet e tjera. Pra ka shumë nevojë për studim dhe analiza para se një kompani furnizuese mund të bëjë një ofertë të cilës mund të qëndrojë prapa. Prandaj edhe kemi pasur vetëm Keskun e cila ka pasur mundësi të bëj oferta, këtu edhe Keku nuk ka bërë oferta. Kemi dërguar kërkesë në Kek, sepse Keku është një nga të licencuarit për të ofruar furnizim energji elektrike. Kemi marrë përgjigje zyrtare se edhe Keku nuk mund të bëjë. Kishte një njoftim që Keku megjithatë. Tani Keku ka dalur me njoftimin sepse Keku është furnizuesi i fundit në 2 muajt e ardhshëm dhe ka dërguar email të gjitha këto biznese që janë detyruar të futen në tregun e hapur për të nënshkruar kontratat. Sepse në 2 muajt e ardhshëm këto biznese do të furnizohen nga Keku dhe do të faturohen nga Keku me çmimet e tregut në bursë. Pra, në korrik të këtij viti, pra pas këtij muaji, këto 1300 biznese do të marrin faturën nga Keku të bazuar në çmimin mesatar të muajit të qershorit, plus këto kostot shtesë të cilat janë goxha një varg kostosh, të cilat besoj që do të jetë një sfidë shumë e madhe dhe shumë pak biznese, sidomos ato prodhuese, do të mund të mbijetojnë kësaj. Mirë, kur jemi të kompani që thatë se nuk kanë kapacitete për të furnizuar, sepse ka kërkesa të mëdha, është këtu edhe fakti që kanë besuar që sërish mund shtyhet ky vendim, me që marrë parasysh që vendimi ishte nga viti 2017, kur ka hyrë ligji në fuqi, vit pas viti është hyrë për arsye të ndryshme. Kanë supozuar që prap mund shtyhet dhe nuk i kanë hyrë këtij aktiviteti intenzivisht, seriozisht. Këto vetëm mund të supozojmë, nuk mund të dim, dhe kjo është hipotetike, sepse nuk kanë bërë oferta, e mendimi im është se nuk kanë kapacitete për të bërë oferta, sepse për shembull për të mund të bëjë një ofertë, ju duhet informata se çfarë lloj konsumi ka ajo kompani. Pra konsumi nuk është një trajshëm vazhdimisht. Dhe këto informata i ka Kesko. Pra, kompania du t'i kërkoj këto çdo 15 minuta si ka lëvizje në konsum, t'i marrë këto informata nga Kesko, t'ja jap kompanisë furnizuese nga e cila po kërkon ofertë që ajo mund t'ja bëj këtë ofertë, sepse ki disbalancë. Ka shumë, mos futem në teknikalitete, sepse për shikuesën do është pak e vështirë t'i kuptoj. Pra, ka goxha shumë komplikime në proces që jo domosdoshmërisht çdo kompani mund ta bëjë një ofertë. Dhe kjo mund të ketë qenë arsyeja. Edhe kërkesën të cilën kemi bërë ne si përfaqësues të bizneseve, sepse ka
një përbashkim të pothuajse të gjithë shoqatave, odave, klubeve që përfaqësojnë bizneset dhe kërkesën që kemi bërë ndaj qeverisë, edhe zëreje se këtë rast, sepse zëreja është vendimarrësi, mi po dihet që institucionet tona jo domosdoshmërisht janë të ndikuara politikisht, që të ketë një qasje graduale në futjen e tregut të lirë. Asnjëherë nuk kemi thënë që nuk duhet të dalim në tregun e lirë. Tregu i lirë është send i mirë. Do të kishte shumë benefite edhe për sektorin privat. Mi po duhet bëhet mençur me një plan dhe të përgatitur. Jo në mënyrë kështu të shpejt, pa qenë i gatshëm, as biznesi, as aktorët energjetik nuk janë të gatshëm, ata pranojnë vetë. Duke filluar nga zëreja, nëse shkon fol off the record, thonë edhe ata që nuk janë të gatshëm, po ashtu Keci, po ashtu Keku, po ashtu Kosti. Do të thotë i gjithë sistemi nuk është i gatshëm. Nëse do të kishte një vullnet të mirë me të vërtetë për të shkuar drejt tregut të lirë. Mirë po, ku të gjithë do të kishin përfitime, sepse arsye pse shkon në tregun e lirë është që të kesh oferta më të mira, jo që të marrësh një ofertë e cila është 3 fishi i çmimit të cilën ke paguar këtë vit. Bëhet një task force, ka njerëz Kosova të cilët mund të japin kontributin e tyre, të bëhet një planifikim ashtu siç duhet, dhe të shkohet në mënyrë graduale ku ky tranzicion të jetë i padhimshëm dhe përfitues edhe për sektorin privat, edhe për qeverinë, edhe për gjithë. Këtë kërkesë kemi bërë. Por nuk ka pasur gatishmëri që as të ulemi të flasim për këtë punë me institucionet qeveritare. I keni parë deklaratat ditën që kemi pasur protestën atë ditë, do të sulme ndaj gjysmës ekonomisë Kosovës, sulme banale, qoftë nga kryeministri, qoftë nga ministria e ekonomisë, që nuk janë të shëndetshme, nuk janë të shëndetshme për ekonominë. Nuk janë të shëndetshme as për biznesin, se dërgon një mesazh shumë negativ. Do të ti nëse e trajton biznesin tënd, i cili ty ta mbush gjysmën e buxhetit të shtetit me një mënyrë tillë, atë si mund të presësh që të vijë një investitor jashtëm të investojë në Kosovë dhe të bëjë biznes. Do të jenë mesazhe shumë të gabuara, të cilat po vinë nga institucionet qeveritare, të cilat rrezikojnë mbijetesën e bizneseve kosovare dhe si rezultat edhe të ekonomisë së vendit. Dhe kur nuk ke ekonomia, atë nuk e asgjë, nuk e as shteti, as nuk e Do t'i kthemi disa problemeve që ngritët, por zotja Aliu na thuaj se ky vendim pra siç o potencot disa herë është marrë në vitin 2017 për disa arsye, pandemia, pastaj lufta në Ukrainë, çmimi i lartë në berza e ka bërë të shtyhet vit pas viti, bizneset po ankohen që është i shpejt, kërkojnë ende kohë. Pse e ka gjetur të papërgatitur, le të themi, ky vendim tregun? Janë të licencuara deri ditë më parë 19 kompani, tani u bën 21 dhe 2-3 janë shtuar kësaj gamës së furnitorëve, por nuk kanë oferta. Pse është i papërgatitur tregu? Nëse veç ka qenë vendimi, por që për arsye është shtyer. Mimoz, është tema që mas pak kom qef me diskutu, po Pse është vërteta që komplikuar? Është sektori ma problematik, jo këto është në gjithë botën. Kjo është sektori ma problematik. Janë parat zeza, është gjithë shka në këtë sektor. Gjithë shka është.